Gjili qenë të sotëm është nga Luka 22, 14 deri 22. Le ta ngrihemi dhe ta dëgjojmë. Dhe kur erdhi ora, ai u ul në tryeze dhe bashkë me të 12 apostujt. Atëherë ai u tha atyre: kam pasur dëshirë të madhe të ha këtë pashkë bashkë me ju, para se të vuaj. Sepse po ju them se nuk do të ha me të tille derisa ajo të plotësohet në mbretërinë e Perëndisë. Pastaj mori kupen, falenderoi dhe tha: merrni këtë dhe dani midis jush, sepse unë po ju them se nuk do të pi më nga fryti i hardise derisa të vije mbretëria e Perëndisë. Pastaj mori bukën, falenderoi, e theu dhe u dha atyre, duke thënë: ky është trupi im, që është dhënë për ju. Bëni këtë në përkujtimin tim. Po kështu, pas darkës, mori kupën duke thënë: kjo kup është beselidja e re në gjakun tim, që është derdhur për ju. Por ja, dora ati që më trajton është me mua mbi tryeze. Sigurisht, biri i njeriut shkon siç është caktuar, por mirë ai njeri me anë të cilit është trajtuar. Ky është Ungjilli i Zotit, i për ty, o Krisht. Paqja qoftë me ju dhe hiri prej Perëndisë, Atit ton dhe prej Zotit ton, Jezu Krishtit. Amen. Në tekstin e sotëm jemi më pak se një ditë para se Jezusi të vdese. Sipas llogaritjes hebraike të kohës, e cila fillon pas perëndimit të diellit. Kjo ishte pikërisht e njëjta ditë me ditën e vdekjes e tij. Kjo është gjithashtu një nga rastet e ralla në Bibël, ku dime kaq saktë kohën kur ndodhi diçka. Ngjarja u zhvillua gjatë festës së Pashkës. Dhe pak para këtij tekst përmendet se kjo ndodhi kur duhej të flejohej qendje Pashkës. Dhe pikërisht për këtë arsye, kjo ditë merr një domethënie akoma me të thellë, sepse Krishti, qendji i përsosur, do të ofrohej ose sakrifikohet. Ishte pikërisht tek ai që drejtonin veshtrimin të gjithë qengjat e Pashkët në beselidjen e vjetër. Tani, ai do të jepte veten në vend të mëkatarëve. Gjaku i tij do të shërbente si pajtim për mëkatet e gjitha botës, përfshirë edhe të tuat. Sepse e quajmë këtë darkë që sapo lexuam darka e shenjtë e Zotit, ose darka e fundit. Dhe por, një herësh ndërkohë që ishte darka e fundit e Pashkës në beselidjen e vjetër, ajo ishte gjithashtu e para në beselidjen e re. Teksti na tregon se si Jezusi dhe dishepujt festonin darkën e Pashkës, ashtu siç Zoti kishte urdhëruar përmes Mojsiut, për të kujtuar daljen e popullit nga Egjipti. Gjatë kësaj darkë, ata zakonisht lexonin rrëfimin se si populli pati qenë sklav dhe si u çlirua përmes dorës së fuqishme të Perëndisë. Populli, dikur sklav,
tashme u bë I lirë. Jo nga fuqia vet, por falëndër hyjes së Perëndis. Qenë pashket, kishte në domethënie të thellë. Ai e kujtonte Israelitëve se si dikur gjaku I qendjet e shpëtoi popullin në Egjipt. Atëherë, faraonit nuk donte t'i linte të lirë, dhe Zoti solli mbi Egjipt një sere fatkeqësisht për ta detyruar të ndryshonte mendje. Fatkeqësia e fundit ishte që të vdiste çdo djalë I parë. Vetëm ata që flijonin në qengjë dhe luenin me gjakun e tij, shtakat e dyreve, angjelli I vdekjes do të kursente. Në këtë mënyrë, vdekja e qengjit sillte jetë për ata që vepronin me besim. Gjithsesi, tek hebrejtë, lexohet se gjaku, idema dhe qepve nuk mund t'i fshije mëkatet. Nevojitej diçka më e madhe. Megjithatë, Zoti kishte lidhur premtimin e tij me gjakun e qengjit. Dhe kush besonte në fjalën e Perëndis dhe vepronte sipas tij, ata shpëtohen. Qengji I flijuar ishte një paralajmërim. Tregonte drejt flijimin që Zoti I pati premtuar Abrahamit. Flijimit të përsosur që një herë e mirë do t'i hiqte mëkatet e botës. Në tekst, shohim se kjo tani po përmbushet kur Luka shkruan: erdhi dita kur duhej flijuar qengji I pashkës. Zoti I pati urdhëruar Israelitët të mos e harronin kur si e kishte nxjerrë nga Egjipti. Çdo pashkë duhej flijuar në qengjë dhe rikujtuar si gjaku I tij e pati shpëtuar dikur. Po ashtu, duhej ngrënë bukë e ndorme për të kujtuar se kishin dalë aq shpejt, sa buka nuk kishte kohë të thartohej. 4 kupa e verës që piheshin gjatë darkës së pashkës rikujtonin gjithashtu se si gjaku I shpëtoi. Dhe pikërisht në këtë kundër, Jezusi e themelon tani darkën e Zotit. Teksti përshkruan se si Jezusi pas darkës së pashkës kryen diçka që nuk bëhej më parë gjatë këtij rituali. Kjo tregon se koha e besëlidhjes së vjetër kishte përfunduar. I gjithë ritmi I pashkës deri atëherë nuk kishte qenë veç se një hije e asaj që duhej të vinte. Në çastin kur qengji ynë I pashkës, Jezusi po përgatitej në flijohej. Ai vetë themelon një darkë të re. Ai u jep dishepujve trupin dhe gjakun e tij të vërtetë. Darka nuk është më vetëm një kujtim për qengjin që dikur I shpëtoi, por bëhet diçka e vërtetë. Jezusi thotë: "Ky kup është besëlidhja e re në gjakun tim, që derdhet për ju. Ky është trupi im, dhe ky është gjaku im. Dhënë për faljen e mëkateve tuaja." Në vend që të ishte një shenjë e qengjit që do të vinte, tashmë ishte çasti e përmbushjes. Vit pas viti ishte festuar kjo, por vetëm tani po plotësohej realisht. Siç u përmend,
Bremja e së enjtës së madhe, sipas llogaritjes hebraike, ishte e njëjta ditë me të premten e madhe. Në fund të tekstit, shohim se fillon vuajtja e Jezusit. Juda është gati ta trajtojë dhe disa orë më vonë Jezusi vdes. Mirë po, kjo vdekje nuk ishte si çdo tjetër, sepse Jezusi e dha veten për ne. Ai, biri i parë i Perëndis, u flijua. Gjaku i tij lyhet tani në shtakat tona të derës. Ne, që me mëkatet tona, mosbesim dhe indiferencën tonë, kemi merituar vdekjen e përjetshme. Tashmë dalim të lirë. Nesër do të shohim një tjetër pasqyrë të kësaj, kur Jezusi kryqësohet. Hajduti Barabba ose Barabbas do të lirohet. Emri i tij Barabbas do të thotë biri i Atit. Bar Abbas, biri i Atit. Si mëkatare, jemi larg Zotit dhe shpëtimit. Në të vërtetë, jemi në pozitën e fajtorit Barabbas. Por, në vend të tij, Jezusi shkon në vdekje. Ai i pafajshmi merr mbi vete dënimin e fajtorit. Mëkatari shpallet e lirë, i pafajshmi dënohet. Edhe ne, që sipas ligjit të Perëndis jemi fajtore, mund sot të bëhemi pjesë e asaj që Jezusi ka bërë për mbar botën. Këtë e marrim përmes pagësimit, ku Pali shpjegon se ne vishmi Krishtin. Ai shton se në pagësim ne vdesim dhe ringjallemi bashkë me Krishtin, që të jetojmë një jetë të re me të. Po kështu, Pietri shpjegon se në pagësim marrin pjesë në shpëtim dhe në frymën e shenjtë. Dhe vetë Jezusi thotë, kush beson dhe pagësohet, do të shpëtohet. Gjaku Jezusi u derdh një herë e mirë, por edhe sot transmetohet përmes fjalës dhe përmes pagësimit dhe përmes darkës së Zotit. Ne jemi të gjithë një Barabbas, por përmes gjakut të Jezusit, flijuar për ne, bëhemi. Pa çka që jemi mëkatare të mëdhenj dhe jemi realisht bi të Atit. Vdekja e njerit u bë jeta e tjetrit. Ose si që shkruan profeti Isaia, dënimi i ra atij që ne të kishim paqe. Këtë mbrëmje dëgjojmë se si Jezusi e themelon darkën e Zotit. Ai thotë se kjo është beselidhja e re në gjakun e tij, që ne tani të marrim pjesë në trupin dhe gjakun e tij të vërtet, atëherë të flijuar për ne. Gjaku që rrjedi në Golgata jedh ende sot. Ashtu si atëherë na pastron edhe sot nga mëkatet. Me anë të fjalës së faljes, dëgjojmë se mëkatet tona janë falur në fuqinë e gjakut të Krishtit. Dhe në kupën e darkës së Zotit ende gjendet gjaku i vërtet i Krishtit. Në Golgota u flijua gjithashtu edhe trupi i Krishtit, kur ai u varr në kryq. Po njëjti trup, thotë Jezusi, na jepet në darkën e Zotit për faljen e mëkateve. Kështu ne marrim trupin e tij të vërtet përmes bukës së bekuar dhe gjakun e tij të vërtet në verë. Nuk është se vetë buka shndërrohet në mish apo vera në gjak,
Por, me anë të fjalës së Krishtit, buka dhe vera janë një kohësisht trupi dhe gjaku i tij. Pra, nuk janë me thjesht bukë dhe verë të zakonshme, por edhe trupi dhe gjaku i Krishtit në bukë e verë. Nuk po kryejmë një flijim të ri, por një shpërndarje të qendjet të përsosur, flijuar një herë e mirë. Gjaku dhe trupi i tij nuk shtërojnë kurrë, por shpërndahet vazhdimisht deri në fund të kohës, aty ku Kisha e praktikon darkës sipas fjalëve të Krishtit. Krishti është qendje tek i cili drejtoheshin të gjitha flijimet e mëparshme. Një qendje i patmete me eshtrat e pathyer. Qendje që Zoti ja pati premtuar Abrahamit. Qendje drejt të cilit tregon të gjithë shërbesa e tempullit në Beselidjen e vjetër. Një qendje i dhuruar për mëkatarët, i cili i pastron ata nga të gjitha mëkatet. I dashur mik. Kur pas pak do të marrim bukën dhe verën në darkën e Zotit, do të dëgjojmë se ky është trupi dhe gjaku i Krishtit, i dhënë dhe i derdhur për ty dhe për faljen e mëkateve të tua. Këtu, për mëshijes, erës, dëgjimit, pamjes dhe prekjes, bindemi se ajo që ndodhi në kryq vlen edhe për ne. Kjo është tërësisht reale. Krishti erdhi për ty. Ti je falur. Ti je i lirë. Jo për atë që ke bërë ti, por për atë që ka bërë Krishti për ty. Amen.